إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندرم الله عز وجل أتى لفدرويم Ati I jemi mirënjohës, tek ai kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, vetëm tek ai kërkojmë strehim dhe mbrojtje, të na ruaj nga çdo ligësi dhe e keqe, e cila na devijon dhe largon prej rrugës së Tij. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë pjesë të kësaj feje madhështore. Besimtar me besimin Islam, besimin I cili është dorëzimi plot ndaj krijuesit, përmes mënyrës që ai e përcaktoi. Pra, që e shpalli përmes Kur'anit dhe traditës dhe sunetit të profetit të Tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Lumë ata që e ndoqën këtë fe, ju dorëzuan Allahut Azza wa Jall, sepse ata fituan mbrojtjen e plot të Zotit Xheleshanu. Dhe ata ecin të sigurt tashmë në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala dhe qëllimit të tyre, pra kënaqësinë e Zotit dhe përjetësinë në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Luma ai që e kapi fort litarin e kësaj feje dhe ecën sipas tij. Na bëft Zoti prej tyre subhanahu azza wa jall. Sot do të flasim rreth rrugëve dhe mënyrave për të ruajtur nga ligësia e shejtanit mallkuar. Dhe pikërisht ky është qëllimi I isti'adhës. Zoti I madhëruar subhanahu wa taala edhe profeti sallallahu alaihi wasallam na kanë sqaruar mënyrat se si të ruhemi nga ndikimi dhe sherri I shejtanit të mallkuar. Dhe dietarët I kanë përmbledhur këto këshilla në disa pika kryesore, shpresojmë Allahu subhanahu wa taala që të jenë të dobishme për rrugtimin ton drejt Allahut azza wa jall. E para këtyre masave që duhet të marrë besimtari dhe besimtarja për të qenë I ruajtur nga shejtani I mallkuar dhe ligësia prej së cilës rrezikohet. E para është imani I pastër, I sinqert, I çiltër dhe kapja fort pas veprave të mira. Besimi I sinqert dhe veprat e mira janë mburoja kryesore më e fuqishme kundër ndikimit të shejtanit të mallkuar. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, bindja plot ndaj Allahut xheleshanuhu dhe mbështetja e sinqertë tek Zoti, këto janë faktorët bazik që të ruajnë nga ndikimi I shejtanit të mallkuar. Në të kundërt, nëse njeriu nuk I ka fare këto ose I ka të dobta, të cënuara, po kështu do të jetë dhe rreziku nga ligësia e shejtanit të mallkuar. Sa më shumë I plotson njeriu këto aspekte, aq më I ruajtur do të jetë dhe I sigurt pra nga sherri I shejtanit të mallkuar. Thot Allahu xheleshanu në sure të ndryshme në Kur'an, vërtet shejtani I mallkuar innehu laysa lahu sultanun, nuk ka sultan, nuk ka pushtet kundër atyre që besuan, ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Pra shejtani I mallkuar vërtet nuk ka asnjë lloj pushteti dhe mundësie kundër atyre që dy kushte. Besuan, amenu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dhe I mbështeten plotësisht Allahu subhanahu wa taala. Dy faktorë të rëndësishëm. E para imani, dhe imani duhet mbështetur në argument të saktë. Pra imani korrekt, një besim I pastër. Plotëson kushtet e imanit, kushtet e islamit, kushtet e shahadetit. Pra ai I cili përpiqet I përmbush imanin e pastër, e bazuar në shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, nga Kurani dhe Suneti I profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai e ka hedhur hapin e parë. Hapi I dytë, që është brenda kësaj mase, është mbështetja e plotë tek Allahu subhanahu wa taala, tawakkuli. Pra mbështetja e plotë tek Zoti. Dhe mbështetja tek Allahu xheleshanu nuk mund të realizohet vetëm me dy kushte. E para, thiqa billah, pra besueshmëria, siguria në forcën e Allahut, në pushtetin e Tij, në premtimin e Tij, ti jesh I sigurt që Allahu xheleshanu do ta mbajë premtimin e Tij. Dhe e dyta,
t'ja lësh të gjitha çështjet e tua në dorë Allahut, pasi ke krijuar këtë besim. Dhe kush mund të krijojë këtë besim, këtë lloj thika? Besueshmëri tek Allahu, përveç ai që e njeh mirë Allahun xhaleshan. Pra është thelbësore që të ruhesh nga shejtani i mallkuar, duhet ta njohësh Allahun subhanahu wa taala. Me emrat, cilësitë e tij, veprat e tij, atributet e tij, pushtetin e tij. Ta njohësh Allahun, rububien e tij, faktin që është krijuesi. T'ja njohësh hakun e tij të adhurimit, që është i vetmi që meriton ta duash me gjithë forcë dhe ti nënshtrohesh tërësisht. Pra, imani i pastër, i sinqert, korrekt dhe mbështetje e plotë tek Allahu subhanahu wa taala. Këto mund t'i arrijë vetëm një besimtar dhe besimtare që ka hyrë në Islam vërtet dhe e zbaton Islamin në jetën e tij. Kjo është pika e parë e ruajtjes. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë në ajetin tjetër: mbi robërit e mi ti nuk ke as pak fuqi, përveç se mbi të humburit që vijnë pas teje. I thotë Allahu xhaleshanu iblisit mallkuar. Pra mbi robërit e mi kush janë robërit? Ibad alladhina ya'budunahu, adhurusit e Allahu xhaleshanu, ata që besuan dhe i mbështeten Allahut. Nuk e fuqi ndaj tyre, thotë Allahu xhaleshanu. Fuqia jote është e kufizuar te kush? Tek ata që janë të humbur. Ghawin, kush janë ghawinët? Ata që e njohin të vërtetën dhe nuk e zbatojnë ata. E dinë se kush është e vërteta dhe nuk e ndjekin pas. Ai që i shmanget rrugës së Allahut xhaleshanu, i shmanget besimit, atëherë me këmbë të vetë ka shkuar tek shejtani i mallkuar. Si mund të mbrohet ai dhe të jetë i ruajtur? Prandaj Allahu subhanahu wa taala përmend, pra përveç atyre që janë ghawin, të humbur dhe që të vinë dhe pasojnë, shkojnë pas teje, o i mallkuar. Pra ai që ndjek hapat e shejtanit. Mbi ta është pushteti i atij të mallkuari. Pra duhet ta kuptoj besimtari dhe besimtare, do të jesh i ruajtur nga shejtani i mallkuar dhe ligësitë që të rrezikojnë, imani i sinqert dhe mbështetja e plotë tek Allahu xhaleshanu. Nga Jundub ibn Abdullah, përcilës se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dëgjoni pra këtë hadith për treguar se ç'vlerë ka imani dhe mbështetja tek Allahu xhaleshanu. Në këtë hadith profeti ka thënë sallallahu alaihi wasallam: kush fal namazin e sabahut është në besën dhe mbrojtjen e Allahut. Mos bëni diçka që e shkel këtë mbrojtje, përndryshe Allahu do t'ju ndëshkojë dhe do t'ju fusë në zjarrin e xhehenemit. Subhanallah. Ky hadith tregon se Allahu i lartësuar paralajmëron rëndësinë e ruajtjes së mbrojtjes që ai u ofron atyre që falin sabahun. Pra na njofton në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhaleshanu ofron mbrojtje kujt? Pra na tregon për rëndësinë e mbrojtjes së Allahut. Dhe kujt i ofrohet ajo? Është në mbrojtjen e Allahut, ai që fal namazin e sabahut. Është treguesi i imanit. Ai që fal sabahun ngrihet herët, merr abdes, qëndron para Allahut subhanahu wa taala, lutet, është treguesi i imanit që ka në Allahun xhaleshanu dhe i mbështetet Allahut subhanahu wa taala. Pra tregon rëndësinë e ruajtjes së Allahut xhaleshanu. Këtë mbrojtje Allahu subhanahu wa taala u ofron atyre që falin sabahun duke ndaluar çdo veprim që mund ta thyejë këtë bes. Dietarët kanë nxjerrë dy kuptime kryesore nga hadithi. Çdo thotë që Allahu subhanahu wa taala thotë mos e cënoni këtë mbrojtje të Allahut. Kush fal namazin e sabahut është i mbrojtur në besën e Allahut. Mos e cënoni këtë mbrojtje. Kjo mos e cënoni këtë mbrojtje, ku ti drejtohet? Dy kuptime kanë sjellë dietarët. I pari, sigurimi i mbrojtjes së Allahut ndaj besimtarëve. Ai që fal namazin e sabahut ka siguruar për veten mbrojtjen e Allahut dhe është në besën, amanetin dhe kujdesin e tij. Një person i tillë është i nderuar dhe i mbrojtur nga Zoti. Për këtë arsye, askush nuk duhet të guxojë ta lëndojë atë. Pra mos e cënoni, ka të bëjë me kë, është mesazh për të tjerët. Mos e cënoni këtë mbrojtje që ja kam ofruar robit tim. Sikur i thot Allahu subhanahu wa taala. Pra, nuk guxon askush ta lëndoj, ta mundoj apo t'i bëj padrejtësi një besimtari apo besimtareje që është nën këtë mbrojtje të Allahut subhanahu wa taala. Çdo kush që shkakton dëm apo padrejtësi një besimtari që fal sabahun, në të vërtetë ka shkelur besën që Allahu ka dhënë për mbrojtjen e tij. Ka shkelur domethënë amanetin që e ka vendosur Zoti xhaleshanu. Për këtë Allahu i lartësuar premton se do ta marrë në llogari atë person dhe do ta ndëshkojë. Hadithi pra paralajmëron qartë se një veprim i tillë sjell dënimin e zjarrit të xhehenemit për këtë person që e cënon këtë besë. Pra kuptimi i parë ka të bëjë mesazh për të tjerët që cënojnë sigurinë e robit dhe robëreshës së Allahut xhaleshanu. Kuptimi i dytë, rëndësia e vazhdimësisht në faljen e namazit. Kuptimi i dytë i hadithit thekson që vetë besimtari nuk duhet kurse si ta cënojë këtë besë.
Pra të lërë namazin e sabahut. Si e cënon ai? Pra mos e cënoni këtë besë që jep Allahu. O ti besimtar, mos e cëno dhe thyje besën dhe mbrojtjen e Allahut xhaleshanu. Allah po të ofron mbrojtje. Je në besën dhe ruajtjen e tij. Mos e cëno duke lënë namazin e sabahut. Namazi i sabahut do thot gjithë namazet e tjera. Ai që fal sabahun do thot që namazet e tjera i ka të falura. Do t'i falë se zbën, se si mund të ngrihet të prish gjumin dhe të lënë një namaz i cili është gjatë ditës, që e ka thjesht që ta fal. Pra, mesazhi në këtë rastin e dytë kujt i drejtohet? Vetë besimtarëve dhe besimtarëve. Mos e cënoni pra, kurse si mos e lënë namazin e sabahut, se kjo nën kupton thyerjen e besës me Allahun dhe daljen jashtë mbrojtjes së tij. Nëse një person e lë këtë namaz, ai ka thyer marrëveshjen e tij me Zotin dhe është ekspozuar ndaj ndëshkimit të tij. Allahu i lartësuar e paralajmëron me ndëshkimin e xhehenem vëllezërit e mi. Hadithi gjithashtu na bën të kuptojmë se ai që nuk fal sabahun është më i ekspozuar ndaj ndikimit të shejtanit mallkuar. Për shkak se është larguar tashmë nga mbrojtja e Allahut, nuk e ka mbrojtjen e Zotit. E njëjta gjë vlen për çdo formë neglizhimi ndaj urdhëresave të Allahut subhanuhu teala. Sa më shumë që një person shkel urdhëresat e Zotit xhaleshanu, aq më i cënueshëm bëhen ndaj sulmeve dhe ngacmimeve të shejtanit mallkuar. Së dyti, largimi nga gjunafet dhe ndalesat. Pra një mas e domosdoshme për të ruajtur nga sherri i shejtanit është largimi nga gjunafet dhe ndalesat. Gjunafet janë shkaku kryesor që shejtani të kenë ndikim mbi njeriu. Madje të gjitha fatkeqësitë që e kapin njeriu në këtë dynja, në të gjitha aspektet, në pasurinë e tij, në shëndetin e tij, në familjen, gjithçka, shkak për to janë gjunafet që njerëzit i bëjnë me duart e tyre. Argument për të është fjalë Allahu subhanahu wa taala kur thotë: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çfarë do të keqë që ju godet është pasojë e veprave tuaja, thotë Allahu xhaleshanu. Madje për shumë Zoti fal. Se nëse do t'i kapte të gjithë, si thotë Allahu në ajetin tjetër: "Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabat aydihim ma taraka 'ala dhahriha min dabba." Sikur Allahu t'i merrte krijesat me atë që bënin gjunafet e tyre, nuk do linte në faqen e dheut asnjë krijesë. Por Allahu fal shumë subhanahu wa taala. Megjithatë, nuk ka fatkeqësi që mos jetë shkak për të gjunafet e robit. Pse njeriu ja rëndon vetes së tij? Këtë jetë dynjaja të ka dhënë Allahu xhaleshanu, ndërtoi ashtu si do Zoti subhanahu wa taala, ose të pak ndoshta jo plotësisht se askush mund ta bëjë këtë, por afrohu, përpiqu që të jesh sa më brenda kësaj rruge që kërkon Allahu xhaleshanu. T'ja lehtësosh vetes. Thjesht ja lehtëson vetes rrugën në këtë dynja, se pastaj në ahiret padyshim ai që ja lehtësoi veten në këtë dynja, do t'ja lehtësoj Zoti subhanahu wa taala dhe në ahiret padyshim. Gjithashtu, thot Allahu xhaleshanu në një tjetër ajet: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu." Është shfaqur thot në tokë dhe në det për shkak të asaj që bën duart e njerëzve e keqja. Pra është shfaqur e keqja, fatkeqësia, ndëshkimi, ligësia është përhapur në tokë dhe në det thot. Përse? Bima kasabat aydi an-nas, për shkak të asaj që veprojnë njerëzit. Pra gjunafet janë shkak që të përhapet ligësia, i mallkuar i merr forcë, përhapet pushteti i tij dhe fillon dhe bëhet i papërmbajtur. Ky është shkaku. Pra, çfarë pengon këtë? Largimi nga gjunafet dhe ndalesat e Zotit. Po padyshim, si mund të largohesh nga ndalesat dhe gjunafet ndërkohë që ti as e ke haberin se cilat janë gjunafet e kufit e Allahut subhanahu wa taala. Pra bëhet fjalë për njohje të fesë së Zotit, njohje të ligjit të tij, njohje të detyrimeve që kanë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Muslimani nuk është i paditur në fenë e tij. S'ka mundësi të jetë musliman i rregull dhe të jetë i paditur në fenë e tij. Do ta njohë fenë e Allahut. Do të pyes, të lexojë, të hulumtojë dhe të kërkojë në lidhje me këtë çështje. Çfarë janë gjunafet dhe padrejtësitë? Kjo përfshin së pari besimet e gabuara dhe devijuara. Pra nga gjunafet më të mëdha është një besim jo korrekt, jo i sakt, ndjekja e besutnive ose kotësirave, dhe cënimi i imanit të sakt, i akides së sakt, besimit të pastër, duke ndjekur kotësira, shtesa, bidate, grupacionet cilat e kanë transformuar dhe ndryshuar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Përse e kanë bërë këtë? Sepse nuk bazohen në argument të sakt nga Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe e dyta sepse nuk e kanë kuptuar ashtu si duhet kuptuar,
siç e kuptoi profeti, sahabët dhe të parët e këtij ummeti. Pra këta janë ata të cilët kanë rënë në gabimin më të madh. Pra që duhet evituar. Duhet kujdes me besimin, vëllezërit e mi. Duhet kujdes me imanin, me akiden, me atë çfarë beson. Dhe duhet ta mësosh mirë çështjet madhore të fesë, duhet i dish o vëlla im, o motra ime. Duhet të dish domethënë si besohet në Allahun xhaleshan, çfarë duhet besojmë dhe çfarë jo për Zotin. Në lidhje me profetin sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me fenë e Allahut dhe argumentat e saj, të paktën gjërat e domosdoshme, farz ain, pra ato detyrime personale që ka çdo njeri. Dietar mund mos bëhen të gjithë, por një nivel i domosdoshëm duhet ta njohësh me argument fenë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk lejohet thjesht ndjekja verbërisht në akide. Në akide nuk lejohet ndjekja verbërisht. Pra taklidi, siç i thonë. Nuk lejohet kjo. Duhet njeriu domethënë të bindet dhe ta mësojë me dije atë që beson. Pra e para, në këtë devijim hyn besimet e gabuara. Gjithashtu, edhe fjalët dhe veprat që Zoti i ka ndaluar. Këto gjunafe bëhen shkak për largimin e melekëve, të Zotit dhe afrimin e shejtanëve dhe xhinëve. Pra melekët rrin pranë atyre që e duan, e adhurojnë Allahun subhanuhu teala, thon fjalë të mira që i ka urdhëruar Zoti dhe kënaqet me to, largohen nga fjalët e këqija dhe po kështu dhe veprat. Për shembull, ndër veprat që shkaktojnë këtë largim të melekëve dhe afrim të shejtanëve, janë çdo lloj, domethënë gjunafi që është shfaqur dhe përhapur sot në dynjë, vëllezërit e mi. Një ndër to për shembull është muzika. Është bërë shumë e natyrshme, subhanallahu. Të tashmë e bërë thua sikur s'ka, edhe brenda xhamisë, Allahu mustan. Edhe brenda xhamisë dëgjon domethënë duke falur namaz, i ve zilën e telefonit, një lloj variacioni që Allahu mustan. Nuk mund ta transformosh ndryshe, nuk mund ta bësh silencio. Edhe brenda xhamisë Allahu subhanahu wa taala dëgjohen muzikë, dëgohet, ndërkohë që në ato vend ku ka këto gjunafe ikin me lajket largohen nga shtëpia e Allahut subhanahu wa taala. Pale pastaj domethënë në shtëpi apo kudo qoftë, është bërë tashmë normale. Nuk i vret më veshët ton domethënë ky lloj gjunahu. Ndërkohë që nuk është i pakët. Edhe pse mund të duket domethënë si ambientojnë njerëzit me të dhe nuk e shikojnë më si gjunaf. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ajlibhum bi sautika." Mashtroj ata, thot, mashtroj me zërin tënd, bi sautika. Këtë mundesh për tyre dhe mblidh kundër tyre kalorësinë dhe këmbësorin tënde, i thot Allahu duke sfiduar shejtanin e mallkuar. Pra, bëje këtë. Merr pjesën tënde në pasurinë dhe fëmijët e tyre dhe mbushi me premtime boshe. Por shejtani nuk u premton gjë tjetër përveç se mashtrimit, thot Allahu subhanahu wa taala në surën Isra. Nga Abu Huraira, për cilën se profeti ka thënë, mendoni, këmborët janë muzika e shejtanit. Po kështu edhe për fyllin, që këto ishin disa mjete që përdoreshin jo në mënyrë të dëndur në atë kohë. Po sa që është mbushur gjithçka. Nuk ka mundsi, nuk ka shtëpi që mos dëgjojnë këto gjëra. Mjafton ja se do dëgjoj lajmet. Edhe fillojnë me muzikë dhe mbarojnë me muzikë. I kujdesshëm, largoj, ruaj veten tënde nga ky lloj gjunahu. Që ta ruar zemrën, ta afrojë melekët e Allahut subhanahu wa taala, mos i largosh ata. Dhe largosh shejtanin e mallkuar. Po kështu ndalohet mbajtja e pikturave, skulpturave dhe fotografive me krijesa shtazore, pra krijesa me shpirt. Edhe kjo është e përhapur. Ndërkohë që harrojmë që profeti sallallahu alaihi wasallam, si në hadithin që sill Ibn Umari, thuhet që një herë Xhibrili i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "Ne nuk hyjmë në shtëpi ku ka suar, piktura." Pra piktura që pasqyrojnë botën shtazore, gjëra me shpirt, njerëz, kafsh. Ne nuk hyjmë në ato vende ku ka suar, i tha Xhibrili profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Urtësia e Allahut subhanahu wa taala. Allahu e di se pse, çfarë ndodh dhe si është bërë kjo sprovë për ne. Dhe sot nuk ka shtëpi që të mos jenë futur të gjëra. Madje i vën varrin për mure, i vendosin lart e poshtë, duke si diçka domethënë se është kujtim janë të dashuritë e zemrës, ç'të keq e ka. Nëse domosdoshmë do t'i marrë, futin në album dhe pastrojë shtëpinë nga këto gjëra. Në atë shtëpi ku s'futen me lajket, do futen shejtanët. Se s'bën. Ruaje veten tënde të paktën, ato që i ke në dorë. Pra, në këtë hadith që solli Imam Buhariu, ne nuk hyjmë në një shtëpi ku ka
suar piktura. Dhe në shtëpi ku ka qenë. Sot Allah në ruajt. Pështohen të një shtëpi që brenda mbajnë dhe rrisin qenë. Qeni mbajnë, do më thënë, nëse është për roje, ose për të shërbyer, ose për bagëtit, ose për gjuheti, mund të mbajnë në këto raste dhe të, po jo, edhe në këto raste nuk mbajnë brenda në shtëpi. Brenda shtëpisë ku ka të tilla krijesa, do më thënë, nuk futen me lajket. Kjo është hadith e Buhariu. Nëse besojmë në profetin e Allahut, sallallahu alaihi wasallam, do të besojmë në atij që ka thënë dhe ka shpallur. Edhe pse mund të duket si e çuditshme, por ç'të keq ka qenë. Çfarë ka ky qeni i shkret që të mos e mbajmë? Po ja, kështu është. E ka bërë Zoti, ka krijesa të tilla, të cilat duhet largohesh prej tyre. Dhe të mos i mbash afër, ti mbash vetëm në rast nevoje. Melekët e Zotit nuk hynë ato shtëpi ku ka qenë dhe skulptura, thuhet në një hadith tjetër te Buhariu Muslimi. Gjithashtu, edhe shenjat që simbolizojnë besime të devijuara, ose rryma të cilat janë në armiqësi me besimin në Allahut subhanahu wa taala. Siç mund të jenë kryqet apo forma të ndryshme që përdorin magjistarët, yje me 5 ose 6 cepa që i përdorin pra këto lloj simbolesh që përdoren zakonisht për të tilla çështje të këqija dhe që simbolizojnë besime të gabuara, nuk duhet të jenë në shtëpinë e muslimanit. Edhe për këtë ka hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, që sjell Imam Buhariu. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk linte në shtëpinë e tij asnjë kryq pa e prishur, pa e hequr, pa e larguar. Nuk duhet të ketë në shtëpinë e muslimanit të tilla, edhe simbole të tilla duhet largohen. Kjo ka një mesazh brenda saj, vëllezërit e mi. Syri, përzierja, ambientimi me gjëra që simbolizojnë të keqen janë ndikuese në shpirt. Ndikojnë deshe. Dhe kjo është nga rreziqet më të fshehta sot, Zot na ruaj. Nëse tashmë nuk ka nevojë që të jetë në shtëpi kjo shenja, në mur. Nuk ka nevojë që këto shenja të jenë të shfaqura në mur. Sot i ke të gjitha, i hap në ekran valla, të gjitha. I hap dhe i shikon. Të gjitha këto ndikojnë në shpirt valla. Nëse nuk është e nevojshme, larg syrit tënd, larg syrit fëmijës tënd, Zoti na ndihmoft. Që të ruajmë nga të tilla ndikime të këqija. Dhe kjo është shumë e thellë po ta mendosh si çështje. Nuk është vetëm kaq. Pra vëllezërit e mi, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të ruhemi nga të tilla gjëra. Së treti, nga masa që duhet marrë besimtari dhe besimtarja për të ruajtur nga shejtani i mallkuar, është lutja dhe përgjërimi tek Allahu xhaleshan. Lutja me përulësi për mbrojtje nga shejtani është mjet i fuqishëm shpëtimi. Të tilla janë leximi i surës Felek dhe surës Nas, siç e kemi shpjeguar dhe më herët, pra pas namazeve, në dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, dhe para gjumit gjithashtu, pra ka raste në cilat lexohen sura Felek dhe Nas dhe bashkë me to edhe Kul huvallahu her pas here. Për të është thelbësore që lutjet dhe kërkesat e mbrojtjes të jenë të vazhdueshme, jo vetëm një ditë, bëhet rregull ky. Dhe të bëhen me besim të plot dhe me bindjen se ti je në ndihmën dhe mbështetjen e Allahut xhaleshan. Dhe me bindjen se kurthi i shejtanit është i dobët, vëllezërit e mi. Asnjëherë mos e mendo se është i fortë. Ti je me Allahun subhanahu wa taala, askush nuk të cënon dot. Ki e këtë besim kur i bën këtë lutje dhe je i mbrojtur tek Allahu xhaleshan. Prandaj si thot Allahu xhaleshan, "Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah." Ta që besojnë, luftojnë në rrugën e Allahut. "Walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut." Kurse ata që mohojnë Zotin, luftojnë në rrugën e taghutit. Çdo gjë që adhurohet veç Allahut subhanahu wa taala. Faqatilu awliya ash-shaytan. Pra luftojni miqtë e shejtanit. Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa, sepse kurthi i shejtanit është i dobët, mos ki merak. Por ma bëje këtë mas. Merre këtë mas në mbështetjen e Allahut, lexoj këtë lutje vazhdimisht. Mos i lër asnjëherë. Ky ajet na kujton se ndikimi i shejtanit pra është i kufizuar. Ajo që më së shumti, ai mund të shkaktojë janë ngacmime dhe vezveset. Thjesht do të kufizohet ndikimi i tij pastaj vetëm në vezvese që mund të sjellë në zemër, dhe kjo elhamdulillah me kërkimin e diturisë, me adhurimet që i shton për Allahun subhanahu wa taala, edhe ky ndikim do të jetë i lehtë për të kaluar nga i mallkuar. Së katërti, leximi i vazhdueshëm i Kuranit. Kurani është një fortifikat e pathyeshme kundër shejtanit të mallkuar. Allahu i lartësuar thotë: kur përmend në Kur'an Zotin tënd si një të vetëm, ata kthejnë shpinën dhe largohen. Thot Allahu subhanahu wa taala, kur ti e lexon Kur'anin, e përmend Allahun subhanahu wa taala në Kur'an si një të vetëm,
ata, pra shejtanët e mallkuar, largohen thot dhe kthejnë shpinën. Largohen se s'mund durojnë të rinë të dëgjojnë Kur'anin. Wa innahum 'anis sam'i lama'zulun, thot Allahu. Ata edhe për ta dëgjuar Kur'anin janë të privuar, nuk mund ta dëgjojnë dot. Sepse u shkakton dhimbje dhe largohen pikërisht nga frika dhe nga dhimbja. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar se leximi i Kur'anit afron melekët dhe largon shejtanin duke mbrojtur shtëpinë dhe banorët e saj. I dini hadithe domethënë që në atë shtëpi ku lexohet sura Bekare largohet shejtani i mallkuar. Në disa transmetime, nëse lexohesh sura Bekare 3 ditë me radhë nuk vjen i mallkuari në atë shtëpi. Pse se ti lexon Kur'anin? Në atë shtëpi duhet lexohet Kur'ani, të ngrihet zëri me leximin e Kur'anit në shtëpi. Gjithashtu dhikri dhe duat e përditshme, masa tjetër, dhikri mëngjesi dhe i mbrëmjes, dhikri para gjumit, pas gjumit, dhikri i përditshmërisë, dalje nga shtëpia, hyrje në shtëpi, hyrje në xhami, dalje nga xhamia, hyrja në treg, dalja nga tregu, fillimi bismillah, domethënë i ushqimit, mbarimi i tij, lutjet e përditshme të bëhen edukat. Prindit tua mësoj fëmijëve dhe kështu të kaloj brez pas brezi kjo ruajtje, kjo mburoj, do të jetë pjesë e përditshmërisë së muslimanit. Mbaj me vete libër ose elhamdulillah sot ke mundësinë edhe në telefon ta përdorësh për punë të hajrit. Një mbështetje tjetër për këtë praktik vjen edhe në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, nga Abu Huraira për cilën se profeti ka thënë, kur biesh në gjumë thot, lexo ajetin Kursi. Do të vazhdoj të shoqëroj një mbrojtës i caktuar nga Allahu, që të mbrojë dhe shejtani nuk do të afrohet deri në agim. Subhanallah, bie gjumë, lexon ajetin Kursi dhe vendos Zoti një roje të posaçme që të ruaj nga shejtani i mallkuar. Që ta kalosh natën në paqe, me qetësi, të jetë forcë për ty. Këtë e ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, siç vjen pa ky hadith është tek Imam Buhariu. Pashtu një hadith tjetër vjen se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush lexon 2 ajetet e fundit të surës Bekare, ato do t'i mjaftojnë atij. Buhariu Muslimi. 2 ajetet e fundit të surës Bekare. Edhe kjo është nga ato që lexohen në mbrëmje ose para gjumit. Dhe kush i lexon këto, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, i mjaftojnë atij. I mjafton për mbrojtjen e tij, për mbrojtjen e familjes së tij, fëmijëve të tij, pasurisë së tij. Je i ruajtur, i mbrojtur vetëm me leximin e këtij Kurani. Kush e bën këtë gjë? Vetëm ai që ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala dhe ruan. Nga Abu Huraira gjithashtu ka thënë, kush thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra këtë dhikr, që është tauhid, njësimi i Zotit, atëherë 100 herë, pra e thot 100 herë gjatë ditës, ati i shkruhet sikur të ketë liruar 10 robër. I shkruan 100 sevape të mira, i fshihen 100 gjunafe dhe do të ketë mbrojtje nga shejtani për atë ditë deri në mbrëmje. E nis ditën, pra pasi mbaron namazin e sabahut, bën dhikrin e mëngjesit, ndërto është dhe ky dhikr. Pra 100 herë këtë dhikr që përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam. E bën dhe gjithë ditën i mbrojtur, përveç këtyre sevapeve të tjera që përmenda, deri në mbrëmje i mbrojtur. E thua në mbrëmje i mbrojtur deri për mëngjes. Kjo është dhikr përmendi Allahu xhaleshanu. Dhe do të hysh në mbrojtjen e Zotit. Bujrum. Ja ku ke mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Në një tjetër hadith për cilën nga Abu Huraira mësojmë se shejtani largohet më një herë sapo dëgjon ezanin. Edhe ky është një argument për shembull që shpesh herë sahabët i këshillonin fëmijët e tyre kur ndjenin pra frikë ose trazime të tilla, thrisnin ezanin, i mësonin që të thrisin ezanin. Dhe elhamdulillah thot profeti sallallahu alaihi wasallam, më një herë ai mallkuar nuk duron do dhe ik largohet. Nuk mundet që të sjell shqetësim tek besimtari. Gjithashtu është dhe falja e namazeve vullnetare në shtëpi. Profeti Allahut ka thënë sallallahu alaihi wasallam, namazi më i mirë që fal robi është ai që fal në shtëpinë e tij. Përveç namazeve farze për meshkujt që duhet i falin në xhami. Pra namazi më i mirë është në shtëpi. Pse? Sepse ngjallet shtëpia dhe jepet jeta saj, vin me lajket në atë shtëpi. Ky është hadith e sjell Buhariu Muslimi. Për të arsye profeti ka porositur, faluni në shtëpitë tuaja disa për namazeve dhe mos i shndërroni ato në varreza. Pse tha varreza? Se në varre nuk lejohet namazi. Pra mos i shndërroni në varreza, po shndërrojeni në vende të populluara nga melekët e Zotit subhanahu wa taala. Ja kjo është ajo që e afron mëshirën e Allahut dhe largon shejtanin e mallkuar, dhe së fundmi ruajtja e shikimit, maturia në fjalë dhe në sjellje. Shejtani ndikon shumë tek njeriu përmes portave që futet e keqja. Shikimi ndaluar, dëgjimi ndaluar,
dhe kujdesi dhe maturia në fjalë dhe në sjellje. Këto janë porta që ai mallkuari i shfrytëzon. Pra kujdesin dhe gjitha këto, ruaju nga harami dhe përdor vetëm hajrin, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Kush beson Allahun ditën e gjykimit, le të flas mirë ose të hesht. Dhe po kështu është dhe çështja në veprime. Elus Allahu subhanahu wa taala na ruaj nga sherri të mallkuarit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dhe 3 ditë vëllezërit e mi dhe hym në muajin Dhul Hijja. Ky është muaji i haxhit, është muaji i fundit i vitit, subhanallah. Hënor. Pra viti hënor mbyllet me muajin Dhul Hijja. Dhe pikërisht me këtë vepër të madhe, e cila është kryerja e haxhit dhe umrës, vizitesh në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Është një 10 ditë në të cilin veprat janë shumë të vëyra dhe të dashura për Allahun subhanahu wa taala. Mazë siç vjen nga fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka ndonjë kohë gjatë vitit që punët e mira të jenë më të dashura tek Allahu xhaleshanu se sa punët në këto 10 ditë. Pra nëse pyet dikush në çfarë ditë e periudhë të vitit punët janë më të dashura tek Allahu, pra punët e mira, këto janë 10 ditët e Dhulhijhes. Pra që nga dita e parë deri në datën 10 që falet kurbani, pra është dita e Kurban Bajramit, falet namazi i Bajramit, të 10 ditë janë ditët më të zgjedhura për punë të mira. E pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam: as lufta në rrugën e Allahut e dërguar Allahut? Pra punët në këto 10 ditë janë shumë më të dashura tek Zoti edhe se lufta në rrugën e Allahut. Nuk ka ndoshta vepër më të madhe se sa lufta në rrugën e Allahut. E megjithatë veprat në këto ditë janë më të dashura tek Allahu edhe se xhihadi në rrugën e Allahut. Përveç një personi, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, që me të skrasohet askush, ai që del me pasurinë e tij dhe veten e tij dhe nuk kthehet me asgjë. Pra e shpenzon pasurinë e tij dhe jep dhe jetën për hir të Allahut. Vetëm ky skrasohet me të. Kurse çdo lloj lufte tjetër, punët në këto 10 ditë janë më të dashura tek Allahu xhaleshanu. Prandaj vëllezërit e mi, është një sezon 10 ditor në të cilin ja vlen njeriu të përpiqet. Është fundi i vitit. Dhe kjo është një mesazh i madh shumë. Ta konsiderosh këto 10 ditë tamam si ato 10 ditët e fundit të jetës. 10 ditët e fundit të jetës tënde, nëse do të jepë ky mesazh, në ato 10 ditë çfarë do bëje? Si ta adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Pra jepi këtë mesazh vetes këto 10 ditë. Gjatë këtyre 10 ditëve është i ligjëruar agjërimi, pra ta agjërosh. Gjithashtu është padyshim gjithë veprat e mira, kujdesi me farzet e namazit, pra duke falur në xhami për burrat, dhe duke falur sunetet, po kështu dhe me dhikrin, po kështu dhe me leximin e Kuranit, shtoja atë se janë 10 ditë që janë punët më të dashura tek Zoti subhanahu wa taala. Leximi i Kuranit, dhikri, sadakaja, pra gjithë veprat e mira që mund t'i bësh gjatë këtyre ditëve mundohu ti kompletosh dhe ti shtosh. Është sezon shumë i rëndësishëm vëllezërit e mi. Dhe kjo pastaj kurorzohet me fundin që është dita e kurbanit. Është një adhurim që bëhet vetëm në këtë ditë feste. Si adhurim për Allahun subhanahu wa taala, pra kurbani në ditën e kurbanit, ditën e afrimit me Allah. Kurban çdo thot kurban, do thot afrim me Allahun subhanahu wa taala. Ti po i përkushton Zotit një kurban që të afrohesh tek ai. Dhe kujtoheni faktin që ky kurban është një lloj, të themi, ruajtje dhe mbrojtje, një lloj kompensimi për të mbrojtur nga e keqja. A nuk ishte kurbani pra që u dha për Ismailin, pra si zvendësim për Ismailin që shpëtonte Ismaili dhe Ibrahimi a.s. e bëri kurban dhe u afrua tek Zoti? A nuk ishte ky kurban po ashtu shpëtim për babain e profetit sallallahu alaihi wasallam, nga i cili do të dilte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Edhe ai u kompensua pra me kurban. Pra kurbani është afrim dhe mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ai që ka mundësi e ka, sipas mendimit të shumë dietarëve, e ka
të detyrueshme që të bëj kurban për atë që ka mundësinë. Madje Imam Ahmedi, Allahu më shëro, çfarë thoshte? Edhe nëse do të merrte borxh për ta bërë kurbanin, do shpresoja në Zotin që Zoti t'ia mundsonte talante. Pra deri atje shkonin sa ta bënin këtë lloj adhurimi. Kjo bëhet masive. Kjo është shenjë, është nga sha'air, është nga shenjat e dukshme, adhurimet e dukshme të muslimanëve, me të cilat ata dallohen mbi gjithë të tjerët. Edhe është shenjë sakrificë që do bëj për Allahun subhanahu wa taala. Pra duhet që të mendojë dikush nëse ka mundësi, pra ta bëjë një kurban atë ditë për familjen e tij. Rregullat e kurbanit dijen, për ata që din do të pyesin, dhe nuk është momenti që shtjellojmë në këtë pjesë hutbeje, por ajo që dua të them që për 3 ditë, për atë që do të bëj kurban, duhet që të pastrohet vetë, sepse pasi hyn 10 ditë që është e pëlqyeshme, të mos trazojë, pra të jenë një lloj si haxhind, ata që janë në haxh për vizitë në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Ai domethënë as qethet, as merr nga flokët e trupit ose pjesët e trupit, as nga thojnë të ti, pra duhet që të marrë masa para 10 ditëshit. Dhe gjatë tyre 10 ditëve të përpiqet me adhurim. Pra vëllezërit e mi, jepini forcë që këto 10 ditë të mbushen me adhurime të forta dhe të shpeshta për Allahun subhanahu wa taala, të sinqerta për të, me shpresën e Allahun subhanahu wa taala të na mbyll jetën mirë. Është muaji i fundit i vitit hënor. Është simbol i fundit të jetës së njeriut. Nuk e di, kështu është jeta e njeriut. Mbase njeriu nuk e di se kur largohet. Prandaj duhet ta konsideroj si ditën e fundit çdo ditë të jetës së tij, Allahu musta'an. Po ja që dynjaja e mashtron njerëzit. I ka bërë që të mendojnë dhe krijojnë plane të shumta për të ardhmen, Allahu musta'an. Ndërkohë që ajo mund të jetë shumë afër. Elus Allahun të na mbyll jetën me punë të mira të hajrit. Elus Allahun të na mundsoj të afrohemi tek ai me adhurime dhe të na mbrojë me mbrojtjen e tij. Së fundi çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.